Hernia diskale, simptomat dhe trajtimet natyrale. Hernia diskale ndodh si pasojë rrëshqitjes së një disku ndër vertebror që ndodhet mes ruazave të shtyllës kurizore dhe që mundësojnë lëvizjen dhe përkuljen e shpinës. Hernia diskale shkakton vështirësi në lëvizje dhe dhimbje të forta, duke i rrëshqitur shtyp një nga nervat e shpinës dhe këtu është edhe burimi i dhimbjes dhe mpirjes. Cilat janë simptomat e hernies diskale? Sipas të dhënave, hernia diskale mund të shfaqet në çdo pjesë të shtyllës kurizore që nga qafa deri në fund shpinë. Zakonisht pjesa më e zakontë ku shfaqet hernia diskale është mesi ose poshti. Simptomat e hernies diskale përfshin dhimbje dhe mpirje në njërin anë të trupit, dhimbje që përhapet te krahët ose këmbët, dhimbje që përkeqësohet gjatë natës ose për shkak të disa lëvizjeve, dhimbje që bëhet më e fortë pas qëndrimit në këmbë ose ulur, dhimbje gjatë ecjes. Shkaktarët e hernies diskale. Hernia diskale shkaktohet si pasojë e lëvizjeve të caktuara, por edhe moshës. Një disk ndër vertebror rrshket kur përpiqeni të ngrini një objekt shumë të rëndë që rrit presionin në zonën e mesit. Njerëzit që kryejnë punë të rënda janë më të predispozuar të vuajnë nga hernia diskale. Njerëzit mbi peshë janë gjithashtu të rrezikuar sepse shtylla kurizore bëhet më e brisht për shkak të peshës. Me kalimin e moshës, njerëzit bëhen më të predispozuar të vuajnë nga hernia diskale për shkak të përtharjes së vertebrave. Hernia diskale prek më shumë burrat se gratë. Komplikacionet e hernies diskale. Sipas studimeve, nëse nuk trajtohet, hernia diskale mund të shkaktojë dëmtime nervore të përhershme. Hernia diskale mund të shkaktojë edhe humbjen e ndjeshmërisë në këmbë, pulpat e këmbëve e të tjerë. Trajtimet natyrale të hernies diskale. Rekomandohet para së gjithashtë të shkoni tek mjeku nëse keni këto simptoma. Gjithsesi, ka disa trajtime natyrale për lehtësimin e dhimbjeve në shtëpi. Një nga metodat përmes së cilës mund të trajtohen dhimbjet që shkakton hernia diskale është piperi i kuq djegës. Mund të përgatitet fare lehtë në kushtet e shtëpisë. 2 përbërësit që ju duhen janë 2 lugë gjelle me ujë dhe 1 lugë gjelle me piper të kuq djegës. Në një tas përzjeni masën derisa të formohet një pastë. Me këtë pastë lyeni zonën që ju shkakton kriza dhe lëreni aty për rreth 15 minuta. Këshillohet që të mos e lani me njerë zonën ku kishit vendosur pastën e piperit kuq, pasi kështu nuk do të ketë efekt. Piperi kuq ka aftësinë të lehtësojë dhimbjet dhe inflamacionin e shkaktuar nga disku i zhvendosur i shtyllës kurizore. Nëse dëshironi, mund të konsumoni çajin e piperit të kuq një herë në ditë. Ky informacion mund të mos i përshtatet rrethanave tuaja specifike, kështu që është mirë të kontaktoni me mjekun tuaj.